E keni menduar ndonjëherë se çfarë ushqimesh të thjeshta mund t'ju mbrojnë nga infarkti? Po, sikur t'ju them që këto 4 fruta do të zgjasin jetën, a do i haje çdo ditë? Në këtë video, do të flasim për 4 fruta të fuqishme që mbrojnë arterjet dhe ulin rrezikun e infarktit, prandaj qëndroni deri në fund të videos. Përpara se të vazhdojmë, ju ftoj të bëni një like në këtë video, të abonoheni, subscribe në kanalin ton dhe të lini një koment me ndonjë shqetësim shëndetësor që keni. Kjo na ndihmon të dimë se çfarë tema ju interesojnë më shumë dhe të përgatisim për mbajtje të dobishme për ju. Fruti i parë, molla. Molla njihet si fruti që largon mjekun nga shtëpia, dhe kjo nuk është rastësi. Përmbajtja e saj e lartë në fibra të tretshme, veçanërisht pektina, ndihmon në uljen e kolesterolit të keq, LDL, që është një nga arsyet kryesore të bllokimit të arterieve. Kur kolesteroli i tepërt grumbullohet në muret e arterieve, formon pllaka që e bëjnë gjakun të qarkullojë më vështirë, duke çuar në infarkt. Përveç kësaj, mollët janë të pasura me antioksidant si flavonoidet dhe vitamina C, të cilat luftojnë inflamacionin dhe mbrojnë qelizat e zemrës nga dëmtimi. Një mjek i famshëm amerikan ka thënë, një mollë në ditë është një hap më pak drejt spitalit, dhe kjo është e vërtetuar nga shkenca. Studimet tregojnë se njerëzit që konsumojnë rregullisht mollë kanë më pak probleme me tensionin e lartë të gjakut dhe janë më të mbrojtur nga infarktet. Përveç kësaj, molla është e lehtë për të konsumuar. Mund ta hani siç është, mund ta shtoni në sallata ose ta bëni lëng të freskët. Këshilla më e mirë është ta hani mollën bashkë me lëkurë, sepse aty gjenden shumica e vitaminave. Fruti i dytë, shega. Shega është quajtur prej shekujsh fruti i zemrës, dhe kjo nuk është rastësi. Farat e kuqe të saj përmbajnë polifenole, të cilat janë antioksidant të fuqishëm që ulin stresin oksidativ dhe ndihmojnë në mbrojtjen e mureve të enëve të gjakut. Shumë studime kanë treguar se konsumimi i lëngut të freskët të shegës ul presionin e gjakut, përmirëson qarkullimin dhe madje mund të ndihmojë në reduktimin e pllakave aterosklerotike në arterje. Një gotë me lëng shegë çdo ditë është një mënyrë e thjeshtë për të mbrojtur zemrën. Përveç kësaj, shega ndihmon edhe në rritjen e oksigjenit në gjak dhe përmirësimin e qarkullimit. Nuk është çudi që mjekët shpesh e rekomendojnë për personat që kanë probleme me tensionin ose historik familjar me infarkt. Shija e saj është e ëmbël dhe thartë njëkohësisht dhe mund të konsumohet si frut i freskët, si lëng apo edhe i shtuar në sallata me fruta dhe perime. Fruti i tretë, boronica. Boronicat janë një thesar i vërtet për shëndetin e zemrës. Ato janë të pasura me antocianina, përbërës natyral që japin ngjyrën e tyre të kaltër dhe që ndihmojnë në uljen e inflamacionit dhe përmirësimin e elasticitetit të arterieve. Një studim i kryer në Shtetet e Bashkuara tregoi se gratë që konsumonin boronica rregullisht kishin një rrezik 34% më të ulët për të pësuar infarkt krahasuar me ato që nuk i konsumonin. Boronicat gjithashtu ndihmojnë në uljen e presionit të gjakut dhe në balancimin e sheqerit, që janë 2 faktorë të rëndësishëm në parandalimin e problemeve kardiake. Ato mund të konsumohen si fruta të freskëta, të thara, të shtuara në kos, në smoothie ose në sallata. Për më tepër, janë të ulta në kalori dhe të pasura me fibra, duke bërë që të jenë perfekte edhe për ata që duan të mbajnë peshën nën kontroll. Një grusht boronica çdo ditë është një investim i vogël për një zemër të fortë. Fruti i katërt, portokalli. Portokalli, një nga frutat më të dashura dhe të freskëta, është një aleat i fuqishëm kundër infarktit. Ai është i pasur me vitamin C, e cila ndihmon në forcimin e imunitetit dhe luftimin e radikaleve të lira që dëmtojnë qelizat. Përveç kësaj, portokalli ka kalium, një mineral që ndihmon në uljen e tensionit të gjakut dhe fibra që ndihmojnë në uljen e kolesterolit të keq. Studimet kanë treguar se konsumimi i rregullt i portokallit ose lëngut të freskët të tij ndihmon në përmirësimin e qarkullimit të gjakut dhe në parandalimin e arteriosklerozës. Një portokall në mëngjes ose një gotë lëng i shtrydhur është një mënyrë e shkëlqyer për të filluar ditën me energji dhe për të mbrojtur zemrën.
Për ata që nuk kanë shumë kohë, portokalli është gjithashtu një ushqim praktik që mund ta merrni me vete kudo. Përfundim, mollët, shegat, boronicat dhe portokallët nuk janë thjesht fruta të zakonshme, por ilace natyrore që ndihmojnë në mbrojtjen e zemrës. Përfshirja e tyre në përditshmëri ul rrezikun e infarktit, përmirëson qarkullimin e gjakut dhe ndihmon në uljen e tensionit e kolesterolit. Kujdesuni për trupin tuaj, sepse një zemër e shëndetshme është çelësi i një jete të gjatë e të lumtur.